Përveç disave që mund të kenë ndaj farë tendencet përfitimeve politike të një grushtit votave. Aja që i kanë vendos, dikun 20 metra ofër shtëpia që i kanë. Është vëngur themeli Institutit Special në fshatën Zbërc në komunën e Shtimës. Kryeministrin e Detyrës Republikës së Kosovës Albin Kurti, shoqëruar nga Ministrin e Detyrës Shëndetësisë Arben Bitia dhe së bashku me kryetarin e komunës së Shtimës Qemajla Leo, ka vendosur vërt themeli Institutit Special këtu në Shtime. Mirëpo disa banorë kanë dalë kundër këtij ndërtimi. Madje, për të kundërshtuar nisjen e punimeve të këtij instituti, janë mbledhur edhe nënshkrime në një peticion. Për këtë çështje u deklarua edhe kryetari i komunës Qemajla Leo. I pyetur nga gazetarët, Aleo tha se kjo është politike. Ky ka qenë një nga premtimet që është mirë pritur më shumë nga qytetarët e komunës Shtimës. Ky moment do t'i gëzoj secilin qytetar. Besoj që edhe ata që mund të kenë ndonjë hamendje, do ta kuptojnë që ky është një nga momentet më të rëndësishme në komunën e Shtimës dhe siç di me qenë fisnik ne qytetarët e komunës Shtimës, besoj që të gjithë do të jemi të bindur që një ambient më i mirë për ata pacient është e mirë për të gjithë. Përveç disave që mund të kenë ndaj farë tendencet përfitimeve politike të një grushtit votave, që besoj që ata nuk i bojnë nder, domethënë asnjë projekti. Ndërsa, Njazi Mehmeti, banori i këtij fshati, tha për Nacionalen se janë duke kundërshtuar lokacionin dhe jo projektin. Na si fshatë, si lagje im kundër fakti se lokacioni ku po do më ndërtu është shumë ofer vendbanimit tonë, se na jem kundër këtij lokacioni se mund më rreziku fëmija, gratë, plesë, pej tyne persona, ose ata janë me aftësi të kufizume, s'mu me ndërë, si që. Por që qkak na kemi protestu sot, jemi konë kundra, se kryetaris na ka tregu, s'ka pas debat këtu të na që me ardhë me debatu me honë, që na këtu, edhe janë të ndërtu qështu, që ne s'kemi pas kur farë debatu, na nuk dim kur një sen qka, qysh po ndërtuhet, sen, projekti ku ka fillu, të shpia që aty sot ka bon, gurë themelja, përsisht 800.000 metra s'ka ma shumë. Po ku i kanë vendosë, se tashtë ata që aty pëthojnë e asi, po shqaja që i kanë vendosë, dikun 20 metra ofër shpia që i kanë bone për lisa dhe shqaja që ato shqaja për dyshka i kanë qitë aty. Po ata s'po të regojnë nërë që qyshe tek. Po peticion kemi bon dikun 200 nënshkrime, para ofër 3 mujt dite, i kemi qu, komun, kemi asysh kanë marrë këtë farë. Nuk kanë marrë diçka. Iniciative, asë kënë. Po. Sot, se të kanë edhe në policia, se në protest, se i kemi në lumë punimet. Pretendimet e ngritura nga kryetari i komunës, Mehmeti i kundërshtoi, madje tha se nuk janë thirrur as në takim për këtë çështje nga komuna. Po, që tash ka me në nuk e di, amo jo këtu s'ka të bëjmë politikë, se na s'kemi, aty na veç për që çështje që afer shtëpia, për ç't problem. Ndërsa nga dega e PDK-s në Shtime treguan arsyet sepse banorët e fshatit janë duke e kundërshtuar. Po ne sot jemi informuar nga mediat se atje do të fillojë ndërtimi i institucionit special. Edhe banorët e atij fshati kanë, me sa kam informacione, kanë protestuar lidhur me këtë projekt për shkak se i kanë disa shqetësime të cilat Komuna e Shtimës dhe Republika e Qeverisë së Kosovës nuk i ka marrë parasysh në kohë të gjatë. Ne kemi informacione që një numër i madh i banorëve, diku mbi 200 banorë kanë shprehë pakënaqësinë e tyre nëpërmes një peticioni në Komunën e Shtimës, mirë po ajo ankesë nuk është marrë parasysh nga kryetari i komunës dhe qeveria e Republikës së Kosovës, dhe ne jemi informuar sot se një numër i tyre ka protestuar në lokacionin ku ka filluar ndërtimi i këtij objektit. Është pakëndshme të shihet se si një projekt fillon me njësi speciale, një numër të madh të forcave policore, në vend se ai projekt jetë
projekti i cili është në dobi të qytetarëve, sot ka qëndruar policia e Kosovës, në mënyrë që ta mbrojë kryeministin dhe kryetarin e komunës nga banorët. Kjo do duhet të ishte e kundërta, për neve është shqetësuese pse kryetari i komunës nuk i ka marrë parasysh kërkesat dhe ankesat e banorëve të fshatit Zbarc. Nuk ka të bëjë fare me politikë këtu. Sot banorët të cilët kanë protestuar, ata të cilët ishin në fotografi që e pam nga media, tregon se aty ka një numër të madh të banorëve të cilët kanë orientime të ndryshme politike. Ne si subjekt politik nuk është interes të kundërshtojmë ose të politizojmë një projekt, për arsye se projektet nuk politizohen, janë në dobi të qytetarëve të komunës së Shtimës, mirë po ajo është kërkesë reale e banorëve të fshatit Zbarc, edhe duke marrë parasysh se ky kryetari i komunës në vitin 2021 në fushatën elektorale ka premtuar se do ta largojë endin special nga Shtimja. Dislokimi i tij, pra largimi prej qytetit në Shtimje dhe vendosjes së tij në një fshat, nuk është largimi i endit special, është fatkeqësi për qytetarët e Shtimës për shkak se tani do të ketë një numër më të madh nga gjithë komunat e Republikës së Kosovës, të cilët do të sjellin pacientët e tyre në fshatin Zbarc.